Ndërtimi i pendës dhe kanalit për ujitje në fshatin Shishman të Gjakovës. Projekti ka ende të metat që mund të jenë shkatërruese në të ardhmen. Cilat janë të metat e gjetura nga auditimi social në këtë projekt të komunës së Gjakovës? Me rrjetin Qeliza bashkëpunim me KDI-n ka marrë vullnetarisht pas ftesës të rrjetit Qeliza me e këshyr punën e ndërtimit pendës dhe kanalit për ujitje faktikisht për fshatin Shishman. Ky kanal ndihmon në ujitjen e tokave të fermerëve në këtë fshat. Kur keni dalë domethënë për auditim social, edhe e keni shikuar prej afër, çka kanë qenë gjetjet për juve si ekspert? Atë ditë kur jemi dalë, nuk kanë qenë as prezantimi i mostrave të betonit, klasës së markës betonit. I kanë ofru mas një muji, por e meta është që fugat e dilatimit të kanalit nuk janë të ekzekutuar fare, megjithse punët janë pranuar nga komuna e Gjakovës. Do të thotë pranimi ka ndodhur për me kuptu më mirë qytetar. Pranimi ka ndodhur i projektit, por fugat janë para pa në kontratë, por nuk janë vendosur fare. Nuk janë të ekzekutuara. Çfarë roli kanë fugat në këtë kanal? Gjatë ndrimit të kohës, betoni, temperaturat larta dhe të ulta, edhe të kurrët, edhe bëmehet. Për këtë arsye janë teknikisht të parapane fugat e dilatimit. Fuga e dilatimit në bazë paramasës dhe pallogarisë të nënshkruar me kontratë duhet me qenë çdo 12 metra, me styropor prej 3 cm. Dyshemeja dhe 2 ansorët e kanalit. Ndërsa e tash s'po ekziston fare. Fare nuk ekziston. Mundet me u dëmtu një 12 metrash, ajo sanohet prap kanali funksionon. Përndryshe, tash në 200 metra gjatësi nuk ka fugë të dilatimit. Do thotë betoni është komplet i pastër pas një ndërprerje. Pa ndërprerje. Faktikisht edhe armatura nuk është e ndërprerje. Ka mundësi sanimi, po është shumë vështirë. E pam që kontrata ka qenë nënshkruar në mars të vitit 2023 në Mosgabofsha. Në mars 2023. Po, pastaj është bërë pranimi për mirëmbajtjen, domethënë të komplet kanalit. Këto e shohim sot konkretisht që nuk është mirëmbajtur kanali absolut. Mujmë edhe me e pa në pamje, po. Pamje është imbuluar i tëri me bari. Tashmë veç e pam që qarët kishin fillu tek muri i kanalit. Po, që me njëherë edhe morëm me kamerë, qarja vetëm ka fillu deri në fund të murit kanalit. Që kjo nuk ishte ndodhur nëse ishin vendosur fugat. Jo, absolut. Kjo është atë kurrja dhe bymimi që po thuaj i kanalit. Po, shumë e vërtetë. Cilat kanë qenë rekomandimet tuaja, domethënë pas auditimit social për komunën e Gjakovës? Rekomandimet e mia për këtë kanal kanë qenë riparimi i murit ekzistues, të sugjerohet që muri i betonit të pritet dhe të vendosit fuga dilatimit çdo 12 metra. Sipas kërkesës teknike të projektit, fugat duhet të jenë me një gjerësi prej 3 cm dhe të pajisen me bitumen. Çashtu që kanë qenë të parapara? Të parapara. Mbikëqyrja gjatë realizimit të projektit se nuk po përmbushën pastaj? Pasi nuk janë përmbush gjitha dhonat në bazë të paramasës dhe parallogarisë, kjo vjen në konkludim që nuk ka qenë. Mbikëqyrja nuk ka qenë. Në 3, sigurimi i dokumentacionit të plot, që në fillim nuk ka pas as rezultatet e klasës së betonit, që është kërku. Po, ato që e cekë më herë. Pak ma vonë i kanë siguru, dhe në 4, zbatimi i standardeve për projektet të ashme. Se mund të ndodhin prapë si gjana në projektin vazhdim. Po, se aty e pam të specifikat ka qenë edhe heqja pemëve për rreth, këtu nuk janë e heqë, domethënë. Absolut. Shifet edhe bare që e ka kaplu, e ka mbulu tërësisht gjithë kanalin në gjatësinë e tij. Po, edhe rrënjtë të pemëve mund me dëmtu normalisht. Mund, sigurisht që mund me dëmtu. Për të gjithë qytetarët që dëshirojnë të raportojnë degradime mjedisore, këtë u amëndëson platforma KDI Green.